Lobimi në Shtetet e Bashkuara përcakton shpesh prioritetet e politikës së jashtme amerikane, sidomos për vendet e vogla me resurse të kufizuara. Kosova për një kohë të gjatë nuk ka asnjë kontratë aktive lobimi, pasi marrëveshjet e fundit kanë skaduar dhe nuk janë rinovuar sipas regjistrit amerikan të agjentëve të huaj. Kosova e merr, domethënë, për të mirëqenë mbështetjen politike. Pa prani të organizuar në Washington, dobësohet aftësia e vendit për të komunikuar interesat e tij. You're gonna be forgotten. Dhe hapësira që nuk e mbulon Kosova mund të shfrytëzohet nga aktorë të tjerë, më të fuqishëm dhe më aktiv në politikën amerikane. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Në mungesë të lobimit zyrtar në Shtetet e Bashkuara, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, u shfaq muajt e fundit si një ndër figurat më aktive në arenën ndërkombëtare. Pjesëmarrja e saj në ceremoninë e nënshkrimit të kartës së Bordit të Paqes për Gazën dhe takimet me presidentin amerikan Donald Trump, me shtrëngime duarsh dhe biseda vesh më vesh, kapën vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Vendi me rreth 1.5 milion banor tregoi se diplomacia aktive mund ta mbajë atë të dukshëm. Është një nismë historike me një vizion të qartë për të sjellë më shumë paqe dhe siguri në botë. Kjo nismë nuk u prit pa dilema. Demokracisë si Franca dhe Gjermania e refuzuan pjesëmarrjen në të, duke paralajmëruar se ajo mund të dobësojë rolin e OKB-s dhe të hap derën për figura si presidenti rus Vladimir Putin. Edhe në Kosovë reagimet ishin të ndara. Për disa pjesëmarrja është një hap drejt rritjes së peshës ndërkombëtare të vendit. Për të tjerë, një rrështim i rrezikshëm për krah regjimeve autoritare përfshirë Bielorusin. Kështu debati për bordin e paqes la në hije një çështje tjetër thelbësore, mungesën e lobimit shtetëror të Kosovës në SBA. Donika Emini, njohëse zhvillimeve politike, thotë se Kosova për gati 2 vjet ka pasur shumë pak zëra aktiv në Washington. Jo për mungesë temash, por për mungesë strukture. Vendi nuk ka asnjë kontratë aktive lobimi në regjistrin e agjentëve të huaj të Departamentit të Drejtësisë Amerikane të njohur si FARA, që nga qershori i vitit 2024. Kjo pavarësisht se lobimi i tillë i lejon çdo shteti të huaj të tentojë të ndikojë ligjërisht në politikat e SBA-s. Sipas Eminit, mungesa e këtij mekanizmi e dobëson aftësinë e Kosovës për të komunikuar interesat e saj, sepse, siç thotë, angazhimi individual i një zyrtari nuk mund ta zëvendësojë një strukturë profesionale lobimi, sidomos në SBA. Është realisht shqetësuese për faktin që SBA nuk funksionon si Bashkimi Evropian. Me vendet e Bashkimit Evropian, me vetë Brukselin, mund të menaxhosh marrëdhëniet bilaterale vetë, domethënë në kanale zyrtare përmes përfaqësuesve të shtetit. Mirë po në SBA për atë dhe funksionon, ai di që funksionon ajo platformë dhe ajo mundësi, sepse gjithçka bëhet përmes lobimit. Asgjë nuk është rastësore. Që nga fillimi i viteve 90, Kosova ka paguar kompani të shumta lobimi në SBA me qindra mijëra dollar për të promovuar agjendën e saj ndërkombëtare. Kontratat janë lidhur nga institucionet shtetërore me emra të njohur amerikan si Podesta Group dhe Ballard Partners. Në 5 vjetët e fundit, gjatë pushtetit të presidentës Osmani dhe qeverisë Albin Kurtit, janë nënshkruar vetëm 3 kontrata lobimi, të gjitha në vitin 2023. Njëra afat shkurtër dhe 2 të tjera që skaduan një vit më vonë. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar sqarime nga presidenca, qeveria dhe Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës lidhur me arsyet përse Kosova aktualisht nuk ka asnjë kontratë aktive lobimi të regjistruar në FARA. Deri më tani asnjëri prej institucioneve nuk ka kthyer përgjigje, duke lënë të hapura pyetjet për mungesën e një strategjie të qartë, planifikimin dhe koordinimin institucional. Në një prej deklarimeve të rralla për çështjen e lobimit, Ministria e Jashtme, Donika Gërvalla, tani në detyrë,
ka thënë se po konsiderohet vazhdimi i kontratave me 2 kompanitë e kontraktuara më 2023, të Avni Mustafajt dhe Afërdita Rakipit, por edhe gati një vit e gjysmë më vonë, kjo nuk ka ndodhur. Gërvalla ka deklaruar se është e kënaqur me punën e tyre dhe pse shumica e shpenzimeve u kanë shkuar për dreka, udhëtime dhe takime në Prishtinë. Nuk ka shqetësime lidhur me këto kontrata. Ata dy punojnë së bashku në realizimin e detyrave të tyre. Emini thot se Kosova e merr për të mirëqenë mbështetjen politike të SBA-s, pa kuptuar ndryshimet drastike të elitave politike që kanë ndodhur atje. Nuk jemi në të 90-tat, nuk kemi një elit politike në SBA cila njeh Ballkanin me detaje, nuk kemi lobist atje apo senator dhe kongresmen siç kemi pasur në 90-tave ku e kanë pasur normalisht edhe për rrethanat politike, për karrierën e tyre, mirë po edhe ka uzë politike që ta shtyjnë Ballkanin përpara. Vesko Garqević, profesor i praktikës së marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Bostonit, thot se pa lobist që japin informacion nga brenda, Kosova rrezikon të keq kuptoj prioritetet e SBA-s, duke hartuar politika që nuk përshtaten me pritjet e Washingtonit dhe përpasoj marrin pak mbështetje. Në këtë mënyrë, Kosova kushtimisht thënë rrezikon edhe të harrohet, duke u dhënë hapësirë të tjerëve që ta krijojnë narrativin për të. Serbia, sidomos, ka investuar jashtëzakonisht shumë si financiarisht ashtu edhe përmes lidhjeve të saj në ndërtimin e rrjetit të lobimit. Ndaj, po të isha në vendin e qeverisë së Kosovës, do ta bëja të njëjtën gjë. Do të mendoja për të angazhuar dikë me ndikim që i përfaqëson interesat e Kosovës jashtë zyrës diplomatike që Kosova ka në Washington. Serbia aktualisht ka 6 kontrata aktive në aktin e regjistrimit të agentëve të huaj fara. Njëra prej tyre përfshin edhe avokim para Kongresit Amerikan dhe departamenteve të tij. Nga vendet e tjera të rajonit, Bosnia e Hercegovina ka 14 kontrata aktive, shumica prej tyre të lidhura nga Republika Srpska. Shqipëria ka 4, ndërsa Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut nuk kanë asnjë. Garqević, ish ambasador i Malit të Zi në disa vende evropiane, thot se lobimi e kompenson peshën e kufizuar diplomatike të një vendi. Ndryshe nga vendet të mëdha, shtetet e vogla si Kosova dhe Mali i Zi nuk kanë ndikim të madh ekonomik, ushtarak apo strategjik, prandaj nuk e tërheqin automatikisht vëmendjen e Washingtonit. Ai shpjegon se lobimi i vazhdueshëm ka bërë që SBA-ja ta perceptonte pozitivisht kandidaturën e Malit të Zi për NATO dhe ka luajtur rol vendimtar në arritjen e suksesit. Shumë kohë përpara se të merrej vendimi më 2017, ne kemi gjetur një grup lobimi shumë efektiv që ka punuar në favor të Malit të Zi. Kur ne kemi nisur fushatën për antarësim, NATO-ja nuk ka qenë etur për të pranuar antar të ri. Kjo ka ndryshuar me kalimin e kohës dhe mund të them se lobistët kanë luajtur një rol të rëndësishëm në këtë proces. Në rrethanat ku gjendet Kosova me çështje të hapura me Serbinë dhe jashtë NATO-s së EB-s, lobimi në SBA nuk është vetëm çështje imazhi. Ai është mjet kyç edhe për mbrojtjen e sigurisë civile dhe për të siguruar që SBA-ja mbetet e angazhuar në stabilitetin dhe mbrojtjen e vendit, sipas Garqevićit. Prandaj, mos u alini të tjerëve që ta formsojnë mënyrën se si SBA-ja ju qaset. Duhet të jeni proaktiv, sepse kjo ju ndihmon edhe të kuptoni më mirë se si mendohet nga brenda. Njerëzit që i angazhoni për të punuar për ju, mund t'ju japin vlerësime reale se çfarë ndodh në anën tjetër dhe si e shohin ata situatën. Emini shton se realiteti politik në Washington ka ndryshuar ndjeshëm dhe se vendimarrja sot zhvillohet në një mjedis shumë më të fragmentuar. Sipas saj, qeveria e re e Kosovës që pritet të formohet sërish nga Albin Kurti duhet të investojnë në ndërtimin e rrjeteve afatgjate të lobimit në SBA, e jo të mbështetet në komunikim sporadik apo vetëm në vizita zyrtare. Kosova është një shtet i vogël. Dhe si shtet i vogël mbjeton në aleanca. Edhe nëse do të ishte një shtetësi e përfunduar, edhe Kosova nëse do të kishte ushtri, po dhe nëse do të ishte pjesë e NATO-s, aleancat janë të domosdoshme. Marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara kanë kaluar periudha tensioni gjatë 2 vjetëve të fundit.
Shkak janë bërë disa vendime të qeverisë së Kosovës, të cilat Washingtoni i ka vlerësuar si të dëmshme për komunitetin serb. Përplasjet kanë kulmuar me paralajmërime publike nga zyrtarët amerikanë për përkeqësim të raporteve dhe me vendosjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës. Ndonë se qeveria e Kurtit ka insistuar se këto mospajtime janë pjesë e një dinamike normale mes aleatëve. Këtë muaj Kosova u përfshi edhe në listën e 75 vendeve për qytetarët e të cilave SBA-ja ka pezulluar përkohësisht lëshimin e vizave të emigrimit. Arsyeja e zyrtare, parandalimi i keqpërdorimit të ndihmave sociale. Në këtë listë janë përfshirë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor përveç Serbisë, e cila sipas raportimeve të disa mediave ka përfituar edhe nga lobimi intensiv. Megjithatë, Departamenti Amerikan i Shtetit ka sqaruar se masa synon ata që i përdorin ndihmat sociale amerikane në nivele të papranueshme. Në një Washington ku vëmendja blihet, fitohet ose humbet, sfida për Kosovën tani nuk qëndron vetëm te ruajtja misive, por edhe tek aftësia për t'u dëgjuar. Me fjalët e presidentës Osmani, pas nënshkrimit të kartës së Bordit të Paqes, kur Amerika udhëheq, paqja është gjithmonë më e sigurt, por mbetet të shihet nëse Kosova do të arrijë ta shndrojë këtë moment në ndikim real, përtej dorështrëngimeve dhe titujve në media. Shikues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të ekspozes. Për të rejat e fundit, vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na ndiqni edhe në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi të premten e ardhshme. Mirëmbëjtje.